Përshëndetje për të gjithë arsimtarët. Platforma Nacionale për Mësim në Distancë ofron një seri të opsioneve të ndryshme për ta lehtësuar mësimdhënien dhe mësimdhënien nga ana e nxënësve. Unë kam zgjedhur si video tutorial të përfshij resursin quiz, gjithsesi më saktë krijimin e një quizi dhe plotësimin e quizit me përmbajtje gjithsesi futjen e pyetjeve të ndryshme që na ofrohen nga vetë platforma. Puna e parë që duhet të bëjmë është të jemi në faqen kryesore tonë, gjithsesi në lms.school.mk, dhe më pas hapi i parë është duhet të shkojmë tek lëndët e mia, të zgjedhim lëndën tek e cila do të krijojmë quizin. Pasi zgjedhim lëndën tek e cila krijojmë quizin, paraqiten të gjitha temat për lëndën. Momentalisht po e ritheksojmë se temat nuk janë për lëndët të caktuara, për arsye se ende nuk janë të marrura nga baza e të dhënave, gjithsesi nga Emis Esaru. Më pas në njërin nga temat tek e cila neve do duhet të krijojmë një quiz, thënë kemi aktivizo reduktimet që momentalisht i kam të aktivizuar, dhe në temën tek e cila dëshirojmë të krijojmë quizin, duhet të shkojmë te shto një aktivitet ose resurs. Tek aktivitetet dhe resurset të cilët paraqiten, zgjedhim opsionin quiz dhe me automatizëm na shtohet një quiz i ri tek tema e tre. Puna e parë që duhet të bëjmë është të shënojmë emrin e quizit. Bëjmë kontrollim. Po ashtu duhet të japim një përshkrim për quizin. Kontrollim një vrish për temën e parë. Më poshtë mundësohet edhe një numër i madh i opsioneve të ndryshme të cilët ofrohen në lidhje me quizin, andaj për t'i parë të gjitha, shkojmë te opsioni në krahun e gjatë të zgjero të gjitha. Dhe këtu do të ndalemi te elementet të cilët e bëjnë të dallohen një quiz i cili do të jetë quiz i hapur, mund të themi, që nxënësve ofron në çdo kohë të kyçen dhe të plotësojnë quizin, dhe po ashtu në qoftë se dëshirojmë që quizin të jetë apo testi të jetë i hapur, të hapet në një kohë të caktuar dhe të mbyllet në një kohë të caktuar, varësisht për asaj se si e caktojmë ne. Te koha është e rëndësishme për shkak se te koha, në qoftë se neve këtë hapësirë nuk e prekim as pak, në atë moment quizi do të jetë quiz i hapur dhe quiz që ofrohet nga nxënësit në çdo moment. Në qoftë se dëshirojmë që quizi të hapet në një kohë të caktuar dhe të mbyllet, në atë rast duhet të aktivizojmë pjesët që i kemi këtu, aktivizo, dhe të caktohet koha se kur do të hapet quizi, të caktohet koha kur do të mbyllet quizi dhe koha e kufizuar për mbarvajtjen e quizit, do të thënë minutat se sa do të zgjat quizi. Si zakonisht këtu duhet të jetë 30 minuta apo 35 për shkak të kohëzgjatjes së orës, e cila është 30 minuta tani në kohë pandemie. Te vlerësimi, nëse e lëm këtë formë, do të thënë atë rast nxënësit i lejohet të ketë përpjekje të pakufizuara, do të thënë për tentativa të pakufizuara për ta kryer quizin, ndërsa në qoftë se neve krijojmë test, në atë rast do duhet të themi se përpjekjet për e lejuara do të jenë 1. Mënyra e notimit është mirë të zgjedhet nota më e lartë. Pyetjet do të paraqiten në çdo faqe, megjithatë neve do të shohim edhe procedurën se si pyetjet mund t'i shtojmë të gjitha në një faqe. Tjetra që është e rëndësishme është opsionet e rishikimit, që në këtë moment i kemi aktive të gjitha. Në qoftë se dëshirojmë të jetë në formë të testit dhe të mos i lejohen përpjekje të tjera dhe shënime të tjera, në atë rast kur bëjmë test, do të thënë duhet t'i deaktivizojmë apo që aktivizojmë përpjekjet, shënimet, informatat kthyese. Ndërsa i lëm aktive
pjesa që është te quizi pasi mbyllet. Te informata kthyese e përgjithshme gjithsesi kufiri i notës është mirë të shënohet, domethënë kur ndosi arrin deri në 100%, atëherë kemi shkëlqyeshëm 5. Pastaj kemi informatën kthyese për 85%, dhe në këtë rast shumë mirë 4. Me që nuk kemi të tjera, mund të shtojmë në add 3 more feedback fields. Kalojmë më poshtë, aty ku ishim, dhe vazhdojmë plotësimin. Shumë mirë 85, 65% është mirë 3, 45% mjaftueshëm 2, dhe deri në 30%, domethënë është pa mjaftueshëm apo dollët. Pasi I rregullojmë këto të gjitha, neve vetëm do të klikojmë në botonin ruaj dhe shfaq quizi. Në këtë moment quizi jonë është shfaqur dhe nuk ka pyetje brenda. Në opsionin I cili na ofrohet, domethënë në botonin edit quiz, klikojmë dhe tani na mundësohet neve të shtojmë pyetjet. Ku në hapësirën e cilën kemi në të gjatë, nota maksimale që mund të arrijë nxënësi, neve punojmë me 5 maksimale, prandaj ndryshojmë. Shuffle në mundëson duhet të aktivizojmë që të na mundësohet pyetjet të mos ju dalin nxënësit me një renditje sipas asaj që ti caktojmë neve pyetjet tu, po të dalin me një renditje të pacaktuar. Dhe në add është shtypim botonin ruaj për të ruajtur këto ndryshime, dhe më pas në add kemi add a new question. Te pyetjet të cilat na mundëson të ofron, kemi një seri pyetjesh të ndryshme me forma të ndryshme. Prandaj neve nuk do mundalemi që ti elaborojmë 15 llojet e pyetjeve, por do mundohem të fokusohem në disa prej tyre të cilët janë më të rëndësishme, gjithsesi që kam supozuar se përdoren më tepër. E para, si zakonisht përdoret zgjedhjet e shumë fishta. Klikojmë te pjesa që e kemi për zgjedhjet për pyetjet me zgjedhje të shumë fishta, shtypim botonin shto dhe në mënyrë automatike shtohet pyetja e parë. Si zakonisht pjesët të cilët janë me pikë çuditëse dhe me një rreth të kuq nuk kupton që duhet detyrimisht të plotësohen. Emri I pyetjes, pyetje me zgjedhje të shumë fishta. Shënohet teksti I pyetjes dhe numri I pikëve që jepen për këtë pyetje, që momentalisht është 1, nëse dëshirojmë të ndryshojmë ne mundemi të ndryshojmë. Më pas kemi zgjedhja e parë, domethënë kemi përgjigje e parë që ofrojmë. Pastaj te zgjedhja e dytë, përgjigja e dytë, dhe te zgjedhja e tretë, përgjigja e tretë. Këtu kemi 3 opsione, mundemi 4, 5 e kështu me radhë. Për përgjigjen të cilën neve mendojmë se është e saktë, faktikisht për cilën neve besojmë se është e sakta, në atë rast në vlerësimi vendojmë 100% që nënkuptojmë se kjo do të jetë përgjigja e saktë. Pasi plotësojmë këto, vetëm klikojmë te botoni ruaj ndryshimet. Në mënyrë automatike do të shtohet pyetja e parë. Për të parë se si do të duket pyetja e parë, kemi pjesën në të gjatë që është print preview, dhe klikojmë që për të parë se si duket pyetja në anën e nxënësit, domethënë teksti I pyetjes që cilën neve do të parashtrojmë dhe mundësitë e klikimit të zgjedhjeve për të klikuar në përgjigjen e saktë. Vazhdojmë me shtimin e pyetjes së dytë. Pyetjen e dytë do ta marrëm e saktë dhe e pasaktë, true or false. Shtojmë pyetjen, procedura e njëjtë, domethënë emri I pyetjes
e sakt, e pasakt, kuptohet te teksti i pyetjes vendosim parashtrimin e pyetjes. Pyetja dhe numri i pikeve nuk harrojmë, dhe në qoftë se mendojmë që pyetjen të cilën neve e kemi dhënë është e saktë, atëherë do të themi se correct answer, përgjigje e saktë është true, apo në qoftë se është e gabuar ajo që kemi thënë neve në pyetje, atëherë themi që përgjigja e saktë është false. Pavarësisht për asaj, zgjedhet në pjesën correct answer. Dhe pasi e caktojmë, përsëri shtypim në butonin ruaj ndryshime. Në mënyrë automatike do paraqitet edhe pyetja e ditë, por që ka dalë në faqen e ditë. Për t'i parë të dyja pyetjet në një faqe, te plusi që i kemi në ekranin e majt, vetëm drag and drop opsionin, do të kapim me sustën e majt të mouse-it dhe tërheqim, edhe në këtë rast i kemi të dy pyetjet në një faqe. Për të parë se si do duket, përsëri shkojmë në print preview dhe vërejmë se si do duket pyetja jonë për nxënësit. Në add question përsëri dhe kemi opsionin e tretë që është përputhur. Shtojmë pyetjen dhe kemi pyetja, emri i pyetjes që është përputhur, apo me bashkim ndryshe, do të thënë teksti i pyetjes, dhe në këtë rast këtu numri i pikeve nuk harrojmë, edhe kemi pyetja e parë, përgjigja e parë, pyetja e dytë, apo fjalia e dytë dhe përgjigja e dytë, the question 3, do të thënë pyetja e tretë dhe përgjigja e tretë. Në qoftë se dëshirojmë të kemi më tepër fjali që cilat duhet të lidhen njëra me tjetrën, atë rast mund të shtojmë blank for 3 more question, do të thënë edhe 3 të tjera të na paraqiten. Pasi i plotësojmë këto, do të thënë kemi kuptohet që në këtë rast do ta kemi parasysh e saktë do të jetë parashtrimi i fjalia që i kemi shkruar me përgjigjen që i kemi shënuar këtu. Do të thënë vetëm në atë rast do të quhet si përgjigje e saktë. Përndryshe, nëse nxënësi do të lidh, do të bëj bashkimin e pyetjes së parë me përgjigjen e pjesës së dytë, kuptohet që do të jetë e gabuar. Ruaj ndryshimet dhe paraqitet pyetja tjetër, të cilën neve do ta fusim përsëri në faqen e parë. Për të parë se si do duket në print preview, vërejmë pyetja e tretë, do të thënë përgjigjet të cilat neve në bashkimin që e fjalive që mund të zgjedhim në pjesën që është për zgjidhje. Vazhdojmë me pyetjet, një lloj tjetër të pyetjeve, gjithsesi pyetjet përgjigje e shkurtër, përgjigje e shkurtër, teksti dhe numri i pikëve, pastaj te përgjigjet. Kemi përgjigja 1, përgjigja 2, përgjigja 3. Vërejmë që vlerësimi për secilën është e gabuar. Do të thënë për njërin prej këtyre përgjigjeve, të cilët do ta zgjedh nxënësi, ta shënojë te vendi i shprazët, duhet t'i japim 100% që nënkupton se ajo do të jetë përgjigja e saktë. Pasi e caktojmë, ruaj ndryshimet dhe në këtë rast do të paraqitet edhe pyetja tjetër e radhës për të parë se si do duket. Ne kemi këtë for answer vetëm në qoftë se nxënësi do ta shënojë saktë fjalën të cilën neve e kemi shënuar te përgjigjet që i kishim, për pyetjet dhe përgjigjet, dhe në atë rast domethënë do të del përgjigja e saktë. Përndryshe do të jetë e gabuar. Afrojmë edhe këtë në faqen e njëjtë. Shtojmë një pyetje tjetër, lloj tjetër të pyetjeve, dhe atë pyetje e se, si zakonisht më tepër në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze
është e preferuar të përdorë, gjithsesi përdoret emri i pyetjes ese, të shkruhet tekst dhe numri i pikëve, në çfarë hapësire i mundësojmë të shënoj tekstin nxënësi HTML editor, nuk e ndryshojmë, plain text kemi forma të ndryshme, do ta lëmë HTML editorin, i mundësojmë në 15 rreshta maksimal, numrin maksimal i rreshtave të jetë 15 rreshta për të shënuar tekstin, nuk e lejojmë të merr tekst të gatshëm në një dokument të gatshëm me attachment nga kompjuteri dhe më pas do të thënë vetëm na ngelet të ruajmë ndryshimet. Pasi i ruajmë ndryshimet, në print preview, më thënë kjo pyetje do të paraqitet në këtë formë. Për shkruarjen e ese dhe nxënësit mundësohet të shkruaj ese në këtë hapësirën e shprazët. Lloji tjetër i cili besoj që përdoret dhe është mirë që të sqarohet është tërheq dhe lësho në tekst, shtojmë pyetjen, emri tërheq dhe lësho, teksti i pyetjes, këtu shtojmë për shembull platforma, kemi kujdes, platforma nacionale për mësim nga distanca është platformë për mësuesit, nxënësit dhe prindërit. Tani, nëse dëshirojmë që këtë fjali që kemi shënuar ne të jetë e plotësuar nga ana e nxënësit, atëherë te pjesa choices, zgjidhjet, do të thënë kemi përgjigjja e parë nacionale, distanca, prindët. Çfarë duhet të bëjmë? Nacionale te zgjedhja është zgjedhja numër 1. Selektojmë vetëm pjesën që është numri 1 me klapa, e kopjojmë të njëjtën ose me CTRL-C dhe vim te teksti, do të thënë nacionale, e zëvendësojmë me numrin i tek i cili gjendet përgjigjja nacionale, pastaj distanca, e selektojmë dyshin, e kopjojmë dhe te distanca e zëvendësojmë me numrin 2 dhe për prindët e njëjta gjë, përsëritet, copy dhe pasi e plotësojmë të njëjtën, ruaj ndryshimet dhe të vërejmë se si do duket pyetja jonë me tërheq dhe lësho të tekstit. Në print preview kemi platforma, tani është shprazët, duhet i tërheqim tekstin nacionale për mësim nga distanca, është platformë për mësuesit, nxënësit dhe prindët. Kjo do të jetë përgjigjja e saktë, gjithsesi atë që afrojmë neve nxënësit. E bashkojmë edhe këtë pyetje në faqe të njëjtë me të gjitha pyetjet tjera dhe shtojmë edhe një lloj të pyetjes që gjithashtu është interesante, që kam bërë si përzgjedhje, drag and drop onto image, do të thënë tërheq dhe lësho brenda fotografisë. Klikojmë mbi të dhe shtypim butonin shto për të shtuar. Pasi e shtojmë, emri i pyetjes dhe me fotografi, trupi i njeriut, numri i pikëve jepet, nuk harrojmë, te fotografia. Kemi mundësinë ta zgjedhim failin prej ku e marrëm ose me tërheq dhe lësho ta vendosim të njëjtin në hapësirën punuese. Kapim fotografinë, kalojmë te web shpletuesi dhe lëshojmë fotografinë te pjesa background image. Tani ja ku kemi fotografinë, tani çfarë neve na ngelet të bëjmë?
Draggable items, më thënë të pjesa këtu, duhet të shënojmë, të shtypim dhe kemi çfarë do të vendosim të fotografia, çfarë do të tërheqim të fotografia, jo fotografi, po të zgjedhim tekst. Edhe në atë rast paraqitet tekst. Çfarë kemi në tekst? Koka, elementet që dëshirojmë që nxënësi t'i gjej, tekst përsëri këmbët, përsëri tekst, duart, dhe nuk do zgjatemi për të shtuar edhe elementet të tjera, në qoftë se dëshirojmë, kuptohet që kemi edhe të katërtën, të pestën, në kështu me radhë. Vetëm shtypim butonin, do të thënë banks for 3 more, në qoftë se dëshirojmë të shtojmë edhe të tjera, në qoftë se jo i ruajmë ndryshimet. Pasi i ruajmë ndryshimet, do të vërejmë që te kjo pjesë, do të thënë, nuk na është paraqitur elementet të cilët neve i shtuam. Faktikisht ata paraqiten, por megjithatë nuk e kemi mundësinë që ata ti shtojmë te pjesët ku neve duam t'i vendojmë. Andaj, do të thënë, ne duhet të kthehemi te rregullimi i sërishëm i pyetjes dhe të shkojmë te pjesa, të kemi, është e rëndësishme, drop zones, do të thënë zona apo hapësira ku duhet të vendosëm. Në këtë rast, neve elementet, do të thënë zona e parë te draggable items, kemi koka, pastaj këmbët dhe elementet që i shtuam, duart. Në këto elemente në mënyrë automatike paraqiten te fotografia. Ja ku i kemi, dhe neve vetëm na duhet që të tërheqim dhe ti vendojmë të duart, këmbët, do të këtu hapësira ku do t'i mundësohet nxënësit të vendoj, dhe koka, do të thënë në pjesën këtu. Vërejmë që gjatë tërheqjes së tyre në mënyrë automatike ka marrë edhe do të thënë hapësirën ku do të vendosen të caktuar me anë të pikave apo pikselave, të themi 298, 203, do të thënë kjo bëhet në mënyrë automatike, neve na ngelet vetëm ti tërheqim, kuptohet që mbajmë mend se të gjitha elementet paraqiten në krahun e majt të lartë dhe vetëm i tërheqim ku duam t'i vendosim. Pasi e kryjmë edhe këtë, atëherë ruajmë ndryshimet dhe pyetja jonë tani besoj që është e kompletuar. Në print preview pyetja të duket në këtë formë. Më thënë kemi fotografinë dhe i hapësirat e shprasta të cilat neve duhet të vendosim përgjigjet tona. Koka, këmbët, duart. Mbyllim këtë. Caktojmë edhe këtë pyetje në të njëjtën faqe dhe ndryshime të tjera nuk kemi, ruajmë edhe një herë pyetjet të cilët i krijojmë, kthehemi te pjesa kontrollim njëurish dhe kemi tani kontrollim njëurish, do të thënë e cila koha e kufizuar është 30 minuta për të bërë testin. Në kthehemi te tema e tretë, me që te tema e tretë e krijuam tekstin, kontrollojmë njëhurish, klikojmë mbi quizin dhe ja ku e kemi quizin që e krijuam ne. Dhe kjo do të zgjat 30 minuta dhe në mënyra e notimit është nota më e lartë. Ju faleminderit për vëmendjen, besoj se e gjithë kjo do t'ju ndihmojë në mbarvajtjen e mësimit online.